në gjithë territorin e Shqipërisë, dhe ne pam 2015-ën dhe pastaj 2016-a që ishte domethënë kaloi grurin. Dhe 2016-a solli 2017-ën, para mandatin e dytë që u fitua, e mori në kurriz ish ministri i brendshëm në atë kohë dhe u fajsua ai, pra Sejmi Tahiri. Në fakt, kjo ishte një industri që është bërë me urdhë nga lart, në orientim nga lart. Pra gjithë të tjerët që janë përmendur janë thjesht hallkat e një ingranazhi, por ingranazhin e ka vënë në lëvizje ai që drejtonte vendin. Pra kjo ishte tipike, është një gjë që nuk e bënin dot disa fermerë thjesht, disa trafikantë thjesht. Dhe plaga më e madhe që këta i shkaktuan shoqërisë, përveç se përhapën në mënyrë masive, përveç se krijuan një numër të madh të rinj, gjen në çdo cep sot në Shqipërisë, por pra përdorim, ne krijuam treg të brendshëm dhe ky ishte i frikshëm se fillimi i justifikimit ishte, a mos do ja çojmë atyre europianëve. Nuk na dëmton ne ajo, ne çojmë andaj. Por ndërkohë duke ruajtur ato parcelat që rinë 6 muaj aty ata të armatosur grupe të rinj, ose filluan dhe krijuan bërthama strukturat për grupet e ardhshme. I kriminalizuam rinin patjetër, jo vetëm e kriminalizuam, po e çuam në një nivel